jemi fare pranë festës së pavarësisë, do të diskutojmë gjitha këto që i përmenda pak më herët. Zoti Berisha, mirë se erdhët, kënaqësi t'ju kem këtu. Se u gjeta, faleminderit për ftesën. Ashtu si që thash pak më herët, do të bisedojmë ndoshta edhe do të na bie të kthehemi pak mrapa në kohë për të kuptuar për rrjedhën e jetës, për kohën e luftës e shumë çka tjetër. Për të kyçur direkt në temë, e mbani mend momentin kur ju i bashkuat ushtrisë gjimtare të Kosovës, kur morët pushkën në dorë, sa për t'i thënë armë, po më duket fjalë shumë e vogël. Po patjetër se e moj mend marrjen e vendimit për me ardhur në luftë. Çdo njeri ka momentet e veta kur merr vendime të mëdha. Kjo ka qenë një ndër vendimet e mëdha që i ku marr edhe unë. Nuk ka qenë hezitim shumë i madh për arsye se formave se si jam rrit, çka kam përjetu dhe çka kam pa. Do me thonë, çka kam pa se si është rrit shoqëria ime, familja ime, kombi im, dhe për atë arsye unë mendoj që ka qenë më lehtë me marrë vendimin. Vendimin kur e kam marrë, isha duke jetuar në Holland, dhe pas ngjarjeve të 5, 6 dhe 7 marsit në Prekaz, do me thonë në familjen e Jasharajve, ne filluam të bohemi bashkëdhetar që ishim atje, të diskutonim dhe të mendonim si mund me kontribu për luftën në Kosovë, se ai momenti kur u kuptua nga, besoj edhe gjithë populata në Kosovë, po edhe mbar botën, se lufta ka fillu. Kështu që ai ishte momenti kur edhe unë, si gjithë tjerat, të tjerë besoj që kanë qenë pjesë edhe luftës edhe gjithë populata e kam kuptuar se cili është obligimi im. Dërsa ishte e vështirë që ta lënit vendin, jetesën në një vend të huaj? Apo ishte ndoshta më shumë krenari, më shumë... Po kthena prapë te para, çdo vendim njeriu që merr me vetdije, pavarësisht se çka vendos, do të thonë nuk e ka të vështirë pasi ta merr vendimin. Do me thonë, sepse s'kam pas dyshime në atë vendim. Kështu që unë familjen e kisha në Shkup, duke jetuar, unë isha i vetëm në Holland, një vëlla tjetër kom pas në Zvicër, dhe vendimi u morë pavarësisht mendimeve se ku do t'jem unë pastaj, si shmo me rëndësia e punë. Një ndër gjërat që më kanë ndihmu me marrë dhe vendimin, tregova ma herët e kaluara jonë, kombëtare dhe familjare dhe gjithë tjerve. Ka qenë edhe një arsye se gjatë kohës që kam jetu në Holland e kam kuptue ndoshta më mirë se çka është liria, çka është demokracia. Edhe ka qenë një ndër arsyet pse unë kam marrë vendim, dhe me thonë se duhet të luftojmë për me arrit atë liri. Komandant Shkupi, është kjo nofë e cila vazhdon t'ju përcjell dhe më intereson shumë ti se prej nga rjedh, apo si e ka burimin, çfarë do të thotë për juve personalisht? Disa raste kam përmend, ndoshta nuk është e tepër ta përmendje edhe këto, nuk është një nofë që ja kam në unë vetit personalisht, po ma ka vendos dikush tjetër, dhe rjedh normal nga vendlindja ime, se unë kam lind në Shkup dhe jam rrit në Shkup, por momenti kur ka qenë në fillim të luftës, dikun në prill 98-ës, kur kam rrinë në Obri, aty kam qenë në odën e Haxhi Demakut, ku aty në atë odë unë i kam njoftuar disa nga, muj me thonë, legjendat e luftës në atë odë, kam njoftuar si filloj me rënë si të madhin Femil Adrovcin, muj Krasniqin, Abejen, Bekim Berishën, Jahir Demakin më vonë ka qenë komandanti brigadës tonë, Rasim Kiqinën, Recep Selimin, Sulejman Selimin, e shumë tjerë në atë odë. Po ka qenë nata e parë, kur kemë rrinë atë odë me disa shok nga jashtë dhe disa të Kosovës që kanë të bashkë me neve, ishim të gjithë të uniformuar mirë, sepse uniformën e kishim pregadit qysh jashtë. Sa ishim në Holland, unë edhe shoku jam Besim Mala, po edhe tjerët ishin mirë të uniformu, kështu që kur shkum në atë odë, aty, po tham prap, i pari që më ranë sy ishte i madhi Femil Adrovci, burr i pjekur, burr edhe me trup i gjatë dhe folke nga dal, po sakt. Dhe fillojmë na
uru mirë se ardhje dhe më na pyet nga daldal nga jem si jem dhe aty fillun edhe novkat me u vendose në atë kohë, unë nuk kisha dioni, në atë kohë njerëzit e thresin njëri tjetrin vetëm me novka për arsye që sekrete me demek mos me ditë emrin e njëri tjetrit. Arsye sigurie, patjetër. E mu drejtu mua, femija, dhe unë i tregoj tash unë nuk kam ndonjë novk, po unë veç mu me thonë që jam nga Shkupi, e kam familjen të gjithën në Shkup, që pavarësisht se çka do të ndodhë, thash, unë jam tash këtu. Dhe ai filloi me qesh, tha, atëherë na e kemi edhe komandant Kumanovën këtu, kështu që ty po të thrasim Shkup. Dhe thash, pavarësisht, dhe thash, a më pëlqen apo s'm pëlqen mua, normal që e pranova, ishte edhe kënaqësi me një njeri nga ai me pranua atë novë. Kështu që kështu lindi edhe unë novka ime. Patjetër që po kujtime të cilat një farë forme edhe vazhdojnë tjenë akoma në mesin tonë. Momentet vështira kemi të gjithë, kemi pasur gjithë, por ata që kanë qenë në luftë, kanë momentet të cilat ndoshta ne, të cilat nuk i kemi përjetuar, është vështirë dhe t'i kuptojmë. Të shikoni, momentet vështira ka përjetuar gjithë populli. Shqiptarën përgjithësi, në veçanti populli kosovar, se lufta më e madhe ka qenë në Kosovë, më vonë u bë edhe në Preshevë, në Maqedoni, mirë po. Dhe ishte koha kur unë rrina ishte vatra e luftës, në duka gjendë dhe ndërnic ma shumë, tjerat veç filloj me një herë pas asaj. Momentet vështira, ma të vështira që mujmë i përjetu, kur ne unisnim për në front, shembull, dhe kalonim ofër civilve cilët kishin braktis shtëpijat, kalonin ofër tyre dhe ata na shikonin, unë mendoj me dyshime ku na shifnin neve çfarë armatimi kishim, kishin humb shpresën të gjithë, kishin humb besimin të gjithë dhe nuk ju mbet ka asgjë tjetër për më na u përshëndet në disa raste, s'kam çare pa e përmend hera parë që pa përmend edhe na u drejtojshin Zoti ju ndihmoft, se nuk kishin tjetër shpresë. Po. Ndoshta as në neve. Dhe unë e kuptojsha plotësisht shqetësimin e tyne. Ata kanë qenë momente më vështira derisa u largojshme prej tyne. Se kur u largojshme tani e keshmi një vullnet shumë më të madh për me rezistu, për mos me mrri forcat. Fokusi diku tjetër, po. Fokusi ishte diku tjetër. Sa ishte dhëmshme neve na jep ke fuqi për me vazhdu tutje. Ajo ishin momentet shumë të vështira. Pa i përmend momentet e vështira kur i humbin më shokët, ato kanë qenë prap ngjajshëm si me këto, në momente kur ndodhshin ishin momente shumë të vështira, në tjetër anë na jepshin një vull, me thonë kështu, për vendimarrjen tonë që me vazhdu luftën, jo më ndal, jo më dëshpru. Sepse në momentin që njeri u thehet, atëherë e humb projektin, e humb komplet, do me thonë, edhe luftën. Po ne përkundrazi u forcojshme ma shumë. Po edhe më të vështira, më vjen keq me thonë, kanë qenë plagosjet. Sepse plagosjet nuk kishte një moment që u kryoj ke një hero kur vdiske se na e varroshme me gjitha merita sa kishmi mundësi në atë kohë, jo që u harrojke, për na jep ke fuqi, kurse i plagosuri na u dhem ke ma shumë se ishi gjallë. Në pamundësi për të vazhdu kontribut. Mjekësia në atë kohë ka qenë sikurse edhe ushtria vullnetare, unë falenderoj gjithë mjekët dhe motrat medicinale cilat kanë bënë punë të jashtëzakonshme në kushte ekstreme të këqija, ku kom pa raste ku ju ka amputu komba një ushtarit pa anestezion, po s'ka pas qare mjeku. Kështu që ato kanë qenë momentet më të vështira, sa i përket vështirësive. Tjerat, ka pas momentet tjera të vështira, po ndoshta nuk janë interesante dhe me u përmend. Patjetër. Regjia po na e tregon një fotografi të cilën do doja shumë ta diskutonin. Kjo fotografi është brenda kazermës së brigadës 111 Adem Jashari. Tu jem me disa ushtarë në mbrëmje. Këto kanë qenë uniformat e hirta, cilat i kem pas na kryesisht për përgatitje dhe për ushtrime, do me thonë me ushtarët tanë. Çdo mbrëmje në këtë kazermë, në shumicën e rasteve kemi ndezë në zjarë jashtë dhe kemi biseduar rreth luftës, rreth ditës
cila çka ka ndodhur dhe jem përgatit për ditën e nesërme. Po këto mbrëmje zakonisht nuk kanë zgjat deri në orët e vona sepse ushtarët kanë pas obligim në ora 10 gjithë me qenë në gjumë. Po janë momente për mu shumë prekse dhe të paharrueshme kur i shoh këto foto tash. Kur i shoh. Tash normal i shoh aty edhe shokët që na mungojnë të asaj kohe. Po tash edhe për mos tham për çdo vjet, veç kanë filluar edhe tani edhe veteranë që janë normal, me dhënë jetë, me vazhdu dhe shkon numri tu zvoglu, që është edhe natyrale, kuptohet ajo. Është e vështirë. E përmende uniformën dhe jam shumë kurioztare di se çfarë do të thotë uniforma për juve, po ju shohim edhe sot. Uniforma, shikoni, unë kam një teori sa i përket uniformave. Çdo person në botë, kur e vesh një uniform, kuptimi uniform në përgjithësi e përfason një ose institucion, ose një organizat, apo çka do tjetër. Në momentin që e vendosin një person një uniform, shndrohet në një person tjetër emocionalisht dhe shpirtnisht. Kështu që uniforma ka shumë peshë dhe rëndësi në luftë. Mos flasim për atë pjesën strategjike se sa është e rëndësishme në luftë, po përçon edhe mesazh. Domethënë, jemi munduna edhe gjatë luftës me kushtet cilat i kemi pas, domethënë me uniformu sa më shumë luftëtar, megjithëse në fillim të luftës s'kanë qenë as 5% të uniformuar, gradualisht kanë fillu, janë uniformu me lloj uniforma është ushtrive të ndryshme, se na s'kemi pas atëherë as prodhim as fabrik për me i vënë një uniform. Kështu që uniforma si atëherë edhe sot përçon një mesazh. Një mesazh. Sot unë kam një uniform në trup, ne e kem quajtur uniforma e veteranëve dhe kjo uniform në asnjë rrethon nuk ka mujt me qenë gjatë luftës sepse atëherë s'kem qenë veteran, kem qenë luftëtar, atë kanë qenë tjera uniforma. Veterani krijohet në momenti kur përfundon lufta. Për fat tonin, në krahasim me gjitha luftat historike tjera që i kem pas, kem përfunduar me fitore. Kjo është një diçka unë mendoj e jashtëzakonshme që sa i përket kësaj lufte ka përfunduar me fitore. Nuk jam historian, se ndoshta edhe gaboj, po unë e di se është lufta e parë kombëtare e kombit tonë që ka rezultuar me një fitore. Janë disa, po jo komplet fituara. Kurse kjo është komplet, se rezulton me një fitore ku ne sot e gëzojmë shtetin. Çfarë do të thënë ka për ju sot kjo uniforma e veteranit, ku padyshim e veshni me krenari? Sa i përket uniformës së veteranit, kam punu tikun 3 vitet e fundit në këtë ide dhe kam fillu me realizu vitin e kalum me e bë publike, ku për herë të parë këtë uniform, bashkë këtë model, e kam bardhë dhe kam vesh në Washington në lutjet e mëngjesit dhe ka qenë shumë interesant se kur më kanë kërkue, më ma quftesën për atje, më kanë pyet. Më kanë thonë, si doni t'ju paraqesum si musafir, si politikan apo businessman? Dhe në mënyrë shumë thjesht jam përgjegj, kam thonë politikan nuk jam dhe nuk do t'jem kur, se nuk e adhuroj atë profesion. Businessman tentoj më bo, po s'jam se që i vetën kështu që nëse më qoni ftesën si veterani UÇK-s, atëherë në rregull jem. Dhe për befasin edhe time, nuk e kam bo për me refuzu, po kam pas dëshirë, për befasin time të nesërmën ma kanë qu ftesën. Dhe kur ma qu ftesën me morë pjesë si veterani ushtrisë qëllimtare, me thonë drejtë nuk gëzoha shumë. Por e kisha edhe një kërkesë. I thira, ju falenderova, ka qenë, këta e ka botë mund shumë Rika Gashi me bashkësortin e saj Jerry Weller, dhe e thira prap Gjerin, se dhaj kryesisht ka qenë ish kongresmeni republikanëve, dhe e thira dhe falenderit shumë për ftesën, po kam edhe një kërkesë. A ka mundësi unë me e vesh uniformën e veteranëve në mesin e gjithë aty në musafirëve ku marshin pjesë dikun rreth 130 shtete. Unë e dija që aty marrë pjesë edhe president Trump, kështu për çdo arsye edhe bora pyetje, mos shkoj kryen veti. Po. Dhe Gjeri më tha, për këtë punë tha duhet
të presim pak. Dhe me të vërtet kam prit një javë, derisa ata i kanë bo punë të vetë apo hulumtimet apo llogarit dhe pas të javë më kanë që, do më thonë emailën dhe më kanë tregu që është e aprovuar. Ai ka qenë gëzimi shumë më i madh e imi dhe kështu që atje e kam vesh ma zyrtarisht me qujtë kështu për hir të parë dhe kënaqësia për mua atje ka qenë shumë e veçantë se kam qenë i vetmi huj me uniformë. Përpos kanë qenë një 10-15 Amerikan kadet me uniforma, ku tjerë s'ka pas, dhe me çdo person që u takoja, sidomos me Amerikan, më pyetëshin çka është kjo uniform, kush je ti, dhe përgjigja ime ishte unë jam veteran i UÇK-s të Kosovës, dhe për befasi, aty e mësova edhe një fjalë shumë bukur që shpresoj që ta mësojnë rinia jonë, mu përgjigjeshin me fjalën thank you for your service. Faleminderit për shërbimin tuaj. Kështu që dhe përgjigja ime ndaj asaj ishte jo zotni, thësha, unë e kam marrë këtu, t'ju falenderoj juve që na keni mundsu të kryjmë na shërbimin ton dhe e kem kryj bashkë. Kështu që kjo është ajo pjesa dhe pas jam kthy, domethënë prej Washingtonit, kem diskutuar me OVL UÇK-n, domethënë me shoqatën, kam bë prezantimin, kem diskutuar, a ka nevojë për ndryshime, për ma mirë me bë, apo disa gjëra tjera dhe ata të gjithë së bashku janë urdhë dhe e kanë votuar që kjo të jetë uniforma zyrtare e veteranëve. Dhe ka qenë gëzimi hala më i madh i imi se ai i pari. Patjetër që po. Regjia gjatë gjithë kohës, po merr detaje, dhe... Po e shoh, kjo fotografi ka vlerë shumë të veçantë. Lutem. Kjo fotografi ka disa vlera. Së pari po e tregoj personin e parë, Agron Spahiun, i cili fatkeqësisht para disa vite ka vdek, do me thonë, mbas një smundje të rëndë që e ka pas, ka qenë një prej luftëtarëve shumë të shuar, dhe pas Agronit është Besim Mala ose Murrizi, i cili gjithashtu ka vdek pas luftës, një vjet pas luftës, dhe pas Murrizit jamon duke u heqës gardën e Kosovës, po fotografia ka një datë historike për mua. Kjo është dita e fundit që kem marshu në Prishtinë, i bjen, nëse zgaboj, 19 shtatori i vitit 99. Kjo është parada e fundit e UÇK-s. Dhe unë mendimi jam është se kjo duhet me qenë data dhe dita e veteranëve të UÇK-s. Për arsye sepse në këtë datë është bërë transformimi në TMK. Po. Dhe për hir të asoj date kanë qenë gjitha zonat dhe kanë marshuar në për Prishtinë deri në stadion. Kështu që është fotografi me vlerat mëdha. Patjetër që po, dhe si jo vetëm kjo, po edhe shumë të tjera, të cilat normalisht e kanë... Edhe këto është Limon Muslio, fatkeqësisht, edhe Limoni ka ndru jetë vitin e kaluar, pas një aksidenti, do më thonë në punë, ka qenë duke punuar si punë të dytë e ka pas ata, sepse ka qenë i punësuar në Ministrinë e Mbrojtjes, dhe pas një aksidenti, do më thonë, në punë ndërtimore, ka dhënë jetë, do më thonë, me Limonin kem kujtime shumë të mirat luftës, ka qenë një ndër luftëtarët me të vërtet të veçantë, ka qenë i pamposhtër në disa raste që kem qenë me shok, me gjithë, dhe edhe pas luftës, u mundon të me që mesazhin e uniformave. Me thonë, veshte uniformën kombëtare për shembull, edhe se dhe ajo është uniformë, edhe veshja kombëtare është uniformë, e cila përçon mesazh. Patjetër që po. Doja shumë të lidhesha pikërisht te kjo pjesë, se si i kujtoni shokët e luftës, por edhe gjithashtu sfidat në të cilat ndodhen apo përballen veteranët, jo vetëm ata që janë në Kosovë, por edhe në diasporë. Shikoni, në aspektin real, ne do të jemi të real mas pari me vetveten, ne edhe si veteran, po edhe si qytetarë të Kosovës, se na para 25 vite s'kem pas shtet, s'kem pas as institucione, realisht ne kem fillu jo në zero, po në zero. Për çdo ditë ne jemi duke kriju shtetin, për çdo ditë. Vështirësitë e veteranëve unë mendoj se
çdo herë veteranët kanë me pas vështirësi. Edhe nëse s'kanë vështirësi ekonomike, kanë me pas vështirësi psiqike, se do më thonë, ata që kanë përjetu, do më thonë njerëzit në luftë, nuk harrohet letë. Por, mësë shumëti unë mendoj, në përgjithësi veteranët lëndohen, kur dikush pa dioni, do më thonë, flet në emën tyre, ose pa dioni të përjetimeve tyne vjen në supozime se qa kam bo, qysh kam bo. Mu ma kam bo një pyetje njerëzit shokët, kështu në përgjithësi, qka kishe ndru të sod nëse ishe këthy në atë kohë, me këtë dioni tash që e ki, mas 25 vite. është me thonë sinqert, nuk e kisha ndryshu asë një milisekund, sepse isha frigu me ndryshu. Tha, pse? Tha, po ndoshta qaj ndryshimi e kish humb luftën. Apo kish pas një tjetër rezultat? Kish humb ndoshta luftën. Kështu që, nëse folin për atë kohë, a kish me mujt me bë ma mirë, apo ma keq? Jo, as ma mirë, as ma keq, sepse ne duhet t'ju gëzohemi rezultatit, në fund, fitores. Se ndoshta ma mirë apo ma keq, kish rezultu diçka halo ma keq. Kështu që nuk kthehet njeri në kohë. Jo, rasisht nuk kemi mundësi ta kthejmë kohën. Tani, e sot mja. Unë saj përket veteranëve, ne si shtet, dhe më thonë, si qytetar, kem punu, thash pak ma herët se s'kem pas shtet, kem punu sa kem ditë. Jem të mësu për çdo ditë. Unë mendoj se veteranët nuk kërkojnë asnjë beneficion. Nuk i kam dëgju që kërkojnë beneficione. Veteranët mas shumë t'i brejnë ajo kur i mohohet një drejt cilën disa njerëz, do me thonë, mendojnë që e kanë të drejt. Një drejt. Së pari, me pas drejt në shkollim dështa, pak ma të letësum, edhe ata të i marë parasysh, do me thonë, disa kategori, veteranët e papunësume kam fjallën. Do me thonë, disa të drejta të thjeshta, por kjo, drejt tani ka pas tendenca dhe qëllime dhe plane për me u rregullu një ligj apo rregullore. Kanë bërë diçka, po nuk është mjaftueshëm. Ne nuk mujmë me kriju ligje ad hoc të momentit, vetëm se sot për në duhet diçka dhe me bon ligj. Jo, ne duhet mënyrë institucionale të arrim deri në nivelin, kem shemboj plot, mos të flasim, mos të marrim shembull Amerikën, mujmë me marr Kroacien, mos ka qenë këtu në Ballkan, dhe e cila ka kriju Ministri të luftëtarëve të vetë, dhe Ministria ka kriju, do më thonë, ligje dhe regula për të gjithë. Dhe ata jetojnë, do më thonë, në bazë të atyre ligjeve dhe të gjithë e kam pranu. Kështu që, prap, e thash fillim veteranë, gjithë kanë hasë në vështirësi, po vështirësit më të mëdha janë emocionale. Emocionale, kur dikush ndoshta me qëllim, apo pa qëllim, apo pa dioni e lëndon një veteran. Kështu që, po prap, po du me ndërlidh me uniformën, se më kam bërë një pyetje mu, prap, i njëjti person Gjeri Veller, që thash më ftoj, ishte këtu mas 2 mujve dhe më pyetje, tha, pse e ke bërë tani uniformën dhe pse e ke bërë përgjithësi? Thash, po, ndëgjo, si kem pas mundësi deri tani na, si shoqërimi, bo, tash i kena mundësi, besoj, dhe kështu që qaj ka qenë arsyetimi jem pse sot. A hinë në detaj tjera, pa arsye pse e këmë bo, thash, e këmë bo për të gjithë uniformë, vetëm për veteranë se kam bo. Dhe pyt, si për veteranë, po ndëgjoni, thash, veteranët e din që kanë bo në luftë. E din sakt, nuk ka nevoj në basë uniformës më identifiku. Mirë po, qëllimi, kur një veteran e vesh një uniformë dhe del bukur dikon të të rinjtë, qëllimi i joni veteranëve është me që mesazhin të të rinjtë, me ngrit patriotizmin pozitiv, jo patriotizmin vetëm të luftës, mos të keq kuptomi, patriotizm e përgjithshëm e dashtë venin, se nëse na të rinjtë i motivojmë me qenë patriot me dashtë venin, do t'jenë studenta më të mirë, do t'jenë sportista më të mirë, artista më të mirë, politikan më të mirë, biznesmena më të mirë. Gjitha. Kjo unë besoj që është detyra jonë e veteranëve, pavarësisht vështirësive në për cilat kalojnë veteranët, prap mesazhin me çutë të rinjtë se ne jemi në rregull, se ne kemi bërë lirin për të rinjtë.
Nuk e pata me plan, por gjithsesi po e bëj pyetjen pa tjetër. Gjatë gjithë kohës po shoh fotografi dhe po të karakterizon kjo kapele. Ka një domethënie të veçantë? Kapela nuk është që vetëm brigada jonë e ka pas këtë kapel, po kryesisht brigada jonë më shumë t'je ka përdor, ka pas edhe disa brigada. Kjo kapel është e brigadës tonë, cila ka qenë, më me thënë, karakteristike e njësibe speciale, kështu quhet në botë, dhe për arsye se brigada jonë ashtu është karakterizu, është marrë vendim kër është kriju, dhe me thënë me qenë njësit special, apo brigadë speciale, dhe kështu që uniformat e zeza që i kem pas në luftë, do me thonë, kanë qenë uniformat luftarake dhe ka qenë edhe kjo kapel në luftë. Sa i përket në këtë moment sot ku po flasim ne, nuk mujt me mendu me bo shumë llojet kapelave për veteranët, dhe sepse për mua të gjithë veteranët janë njësi speciale. Të gjithë janë të jashtëzakonshëm dhe për atë arsye unë mendoj se të gjithë meritojnë kapelën e Kuqe. E vërtet, shumë e vërtet. Jeni angazhuar me shumë aktivitete dhe mbledhjen e fondeve dhe gjitha këto sa i përket veteranëve. Sa kanë rezultu këto nismat dhe janë fitimprurse, po themi, në kuptimin që veteranët të përfitojnë, por gjithsesi edhe ku është synimi, qëllimi i këtyre aktiviteteve? Sa i përket mbledhjeve të fondeve, unë nuk kam mbledh fonde, kështu mos pari. Ajo është, unë mendoj, detyrë edhe ekskluzive, po edhe detyrë e shoqaqave të dalën nga lufta, cilët mundohen me mishë me shpirt, pa asnjë përkraje nga, unë me sa e kum kuptua, ata si që më kanë spjegu, dhe me thonë, nuk kanë përkraje nga shteti ku i suporton si shoqata. Ato me fondet cilat i kanë mbledh kushtimisht edhe janë detyru, do me thonë, me vjen keq me thonë, po edhe kartelat veteranët mi pagu me paret të veta, kartelen e plastikës, do me thonë, me pagu me paret të veta. Dhe me ato fonde, shoqatat janë mundu sa do pak më ndihmu ndoshta një veterani invalidi, sidomos një invalidi për një karrocë apo për një protezë, por ato janë pamjaftueshme. Ajo është një problem që prap po them do ta kishte zgjedh një ligj i veçantë, një ligj e mirëfillt i cili me dakordoncën e të gjithëve do më thonë ishtë dashur me u rregullu dhe me u prezentu në parlament, dhe unë besoj që asnjë person në parlament të gjithë deputet që janë, se zakonisht nuk flas për politik, po kjo nuk është politik, çka po e tham, kjo është kërkesë, muj me thonën, e jamja personale, jo e shoqatave, se unë jam pjesëtar i shoqatave, por nuk jam organizator, kështu që unë besoj që ka me pas shumë kërkesa ndaj edhe deputetëve që t'i shtyjnë përpara ligjet për mbrojtjen e vlerave të luftës, duke nisur nga familjet legjendare, duke nisur nga lapidare, duke nisur nga emblemat cilat përdoren sot dhe duke nisur nga historit cilat duhet me qenë të kontrolluara për mos me dal gabim. Ato duhet të mbrohen. Për të diskutu ditën që jemi sot, jemi shumë fare pranë pavarësisë të Kosovës dhe me njëherë pas luftës ndoshta s'ka ardhur vitin e parë, po nuk ka zgjatur shumë edhe jemi deklaruar si shtet i pavarur. Si ka qenë për juve ajo ditë? Kujtoni 17 shkurtit vitit 2008? Po, shikoni, po mundona me thonë pak më ndryshe ditën e çlirimit. Për mua personalisht dita e çlirimit ka qenë 11 prill 98, kur kam 11 apo 12 prill, kur kam hyrë në kufirin Kosovë, Shqipëri-Kosovë, kur e kam vesh uniformën dhe kam hyrë në Kosovë. Për mua e ka qenë dita e çlirimit. Domethënë unë atëherë kam një veten i lirë. Dhe jam mundue me ja transmetu edhe ushtarëve se në këtë moment jemi të gjithë lirë. Nuk janë të lirë ata cilët nuk kanë uniformë dhe armë. Ata janë ende në robëri. Kështu që ajo ka qenë, muj me thonë, dita e lirisë time, personale. Sa i përket ditës së çlirimit zyrtar, dita e dytë ka qenë, do me thonë, kur me të vërtet forcat serbe janë largu nga vendi dhe njësitë tona kanë marshu në Prishtinë, edhe në gjitha qytetet tjera. Tani, çështjet administrative më vonë, derisa ka ardhur ajo dita e shpalljes së pavarësisë, që është 2008, ajo ka qenë prap një emocion
i shumë i veçantë, edhe për mua edhe për gjithë tjerët, po atë ditë unë e kam përjetue, kuptohet me emocione shumë të përzira prapë se s'kam qare pa e thonë një fjalë, po këthin atë një fillim që kesh me të madhin Femi Ladrosmi, kom nej disa ditë në atë odë dhe në një moment e kem ishin të diskutu Femia me disa tjerë krejtë se sa do të zgjatë lufta dhe unë nuk flesja fare. Dhe me thonë aty dhe budritu mu tha, po ti Shkopjan bashkë kështu më tha, qka po me ndonë sa ka me zgjatë? Dhe unë përgjigjem janë mënyrë diplomatike, po me të vërtet për mu më doke pak e qëdishme më mënu me aqëllu, se nuk e di ka asnjoni, po thash unë nuk isha duke menduar për sa do zgjatë lufta, por isha duke paramendu se si do duken paradat në Prishtinë. Dhe Femia vësqeshë me njerë të atë halalt koftë, bashkë kështu më tha, kur nuk e arraj, tha, se ashtu du të me mendu për me fitu luftën. Dhe kjo tash lidhet me atë paradën ma herët që e pam dhe ditën e çlirimit. Dita e çlirimit për mu ka qenë djenë me të vërtet mikse, mos ta me mërzitshme se s'ka qenë, mos ta me dhe shumë e gëzushme se prapë s'ka qenë, po kanë qenë dyjat bashkë. Se atë ditë normal që i kam mendu, i kam kujtu, i kam taku disa shokë që kem qenë bashkë dhe i kem kujtu shokë që s'janë... Përzirje emocioneve. O, përzirje shumë e madhe emocioneve, por jam i lumtur që ajo ditë ka ndodhë dhe tash në jena në prag të 18 vjetorit të shpallës së pavarësisë, jemi prapë, më me thonë, 18 vjetorit si kur adoleshentët që bon tash e kalojnë, dhe më thonë, hinë në pjesën e madhore. Tash tek tash jemi si shtet të hinë pjesën madhore besoj të shtetit. Shumica më kanë bo pyetje, çka thua për shtetin, si e shef shtetin? Peluj pak rolin tanë, kërë po baj pyetje. Por, une, qështë ditën e parë, thash, kur kemi marshu, e kum kuptu që na i na liru. Dhe nga ajo dit, ka qenë Kosova ma mirë se një dit ma herët. Dhe nga ajo dit, për çdo dit që kalon, është ma mirë se një dit ma herët. Edhe sot, jena shumë ma mirë se dje. Unë e besoj. Ne duhet të gëzohemi për të mira që i kemë sot, dhe duhet shumë të punojmë që të bëjmë do shta edhe 1000 herë më mirë se sot. Kështu që kjo është mendimi jem, por nëse ne harrojmë se si kemi qenë para luftës, ne nuk mujmë me vlerësu sot si jemi. Këtë pjesën se si kemi qenë para luftës është detyre jona si prind mas pari, është detyre jona si shtet, si mëdhënës kryesisht, duhet të punojmë shumë që të natave tjera t'ju tregojmë se si ka qenë, realisht si ka qenë dhe pse sot është më mirë. Kështu që e kanë vështirë edhe ata të kuptojnë, por besoj që po, mujnë me kuptu. Nërsa si e vlerësoni gjithë situatën në për cilën ka kalu Kosova pas luftës, po themi, deri sot ku jemi këtu? Edhe njëherë... Si e vlerësoni situatën në për gjitha situatën, në për cilën ka kalu Kosova pas luftës deri sot? 26 vite, më saktësisht. Është interesant se gjatë kohës sa kam jetu në Holland, ishte një emision aty në televizion dhe ishte një filozof shumë i vjetër, kështu me vites, s'poja caktoj moshën se dikush më në të më prekë, se jam unë i vjetër në atë moshë, po ishte një filozof dhe aty ju bë pyetja si i shef dy Gjermanit tash që janë bashkuar. S'kish 2-3 vjetë që ishin bashku Gjermanit, tha, dëgjoni, tha, Gjermanëve do t'ju duhen, tha, dikun 20 vjetë për me kuptu të dy parë se janë Gjermanë dhe janë të njëjtë. Dhe për mu ishte e habitshme, ajo përgjegje. Dhe për pyet prezentuesja tha, pse as e din ata që janë Gjerman? Jo, tha, ata e din shumë mirë. Tha, po, njëna anë është rritë në një sistem krejt tjetër, kurse tjetra anë me një sistem krejt tjetër. Sistemet i kanë ndryshuar njerëzit. Tani. Dhe besimet. Tani, ne, si e vlerësoni, si më vetni, unë e kam shumë vështirë me dhoni definicion të sakt, se unë jam rritë, dhe më thonë, edhe në atë sistemin e keq, shumë të keq, dhe në këtë sistemin që ndoshta është shumë i mirë, po unë nuk di me vlerësu. Kurse rinien nëse e pyet, ata se din atë tjetrën, ata mujnë me folë vetëm për këta. Kështu që të gjitha, thash,
posa i kemi mu 18 vjetë si shtetë, tash kalim në adoleshen, në moshën madhore, dhe une thamë prapë, tash më dukut ma herët, kem punu si shoqëri sa kem ditë, dhe jem mësu falë edhe këshillave, edhe të hujave, edhe të këqijave edhe të mirat, se nga njëherë është mirë edhe me pas këshillat këqija për me kuptu kur je mirë, dhe situata në përgjithësi, unë mendoj, baza është kriju, shteti është kriju, tash krejt varet prej neve se sa ne punojmë në të mirën e shtetit, sa e dojmë shtetin, ku thash më herët të ngritja e patriotizmit të rritë, për me e forcu dhe me ba shtetin shumë më të mirë, kuptohet. Sa është rëndësishme, në fakt po e shohim një video, regjia po më vonë me dije që... Po. Çfarë kujtime ju sjell kjo video? Kjo, në momentin kur është kriju kjo video, ndoshta dhe nuk e kom mendu unë, edhe sigurisht që se kom mendu se do t'jetë shumë e rëndësishme. Nuk e kam ditë ata në atë kohë. Kom shpjegu edhe më herët, kjo ka qenë një moment shumë kritik, kur UÇK-ja ka qenë pas një ofanzive shumë të madhe, ofanziva shtatorit quhet ajo, ku është proklamu, është deklaru, është edhe propagandu, sepse UÇK-ja më nuk ekziston, se UÇK-ja ka shku në Shqipëri, se Sërbët kanë fitu dhe krejt. Kjo pikrisht në atë kohë edhe ka pas nevojë, edhe në atë kohë ka dalë. Ka qenë një dëshmi e asaj propagande që UÇK-ja nuk është shkatru, UÇK-ja ekziston dhe është këtu mrenda në Kosovë. Dhe kjo e ka dhonat efektin, po tham prap, efektin e kësaj video e kom kuptu shumë kohë, pak mas lufte, pak shumë mas lufte, e kuptoj edhe sot, kur ma përmenin, kur i takoj njerëzit për herë të parë, kur thojnë, i tregojnë emocionet kur e kanë pa, dhe më thonë sepse në atë kohë populata, sidomos populata brenda që ka qenë po dhe jashtë në diaspor, i ka humbë shpresat, kanë qenë të bindur se ne kem humbë luftën. Kur e kam pa këtë nëqizim, ka këthyjat moralin, e ka këthyje vullnetin, e ka këthyje besimin se tani na me të vërtet do të fitojmë se pas ka regull, pas ka oshtri dhe krejt kjo është ajo pjesa e uniformave, e regullit. Ne s'kem pas këtë mundësi me të regu që kem dhe armatim të sofistikuar në këtë inqizim se s'kem pas. Tankë se s'kem pas, aeroplana jo, gjipa të luftës jo. Kështu që ne po, qëllimi kësaj video ka qenë vetëm me të regu se ne kem disiplin. Se ushtria më e fort është ajo që ka disiplin. Kështu që e ka rrit qëllimin e vetë, vjen mirë që e ka rrit atë qëllim. Normal, më krenu me gjithë ata ushtarë që i kumë pas në brigadë, cilët me të vërtet deri në fund e kanë majt vetën dhe kanë që si gjithë ushtarë tjerë të që kësë normal, se cili krenohet për të vetë, po unë për veti kam kalu mirë me gjithë. Jemi te minutat e fundit, gjithsesi nuk do të ju lëshoj pa e diskutu pak edhe situatën në të cilën gjendemi, ku fatkeqësisht krerët e ushtrisë ligjore po mbahen padrejtisht në Hagë. Shikoni, unë për me spjegu sakt format se si ndodhin, që ndodhin, du të me qenë jurist. Patjetër. Për me fol në aspektin politik, du të me qenë politikan. Po mundona diçka me thonë si veteran. Kjo edhe është në përgjigje e cila po na duhet. Absolut, po mundohem. Ndëgjoni, për që është të ndodhë një padrejtësi, do me thonë, e papar, jo në Kosovë, po në botë, se nuk ekziston ky lloj gjykimi apo ky lloj gjykate askund në botë, unë mendoj se dikush është të bëjë eksperiment në botë, që nëse kjo funksionon këtu, do të përdorin shumë shtete dhe shumë vende për t'i kontrolluar njerëzit liridashës, njerëzit çlirimtar, për t'i kontrolluar, jo për t'i ndalë, se s'kanë me mujtë kur mi ndalë. Kjo është njëra formë ose qëllimi i botës, ose një pjesës të botës, jo i krejt botës, kuptohet, jo. Tani, unë për që besoj 100% në pafajsin e shokëve të mi, besoj, sepse kove të fundit normal që kam pyet njerëzit, shok, jaronat, miqë, që ka me ndonë, këmë thonë, shiko, këta janë atje që dikun 5 vite.
më trego një rast cilën e mon mend që të ka shtit dyshime që jam fajtor, nuk ka rast si mahet mend, as me emën. Do më thonë, nuk ka rast. Këta në një farë forme e deklaroj dhe dëshmoj generali Wesley Clark, i cili në fjallën e fundit të tij tha, akuzat nuk qëndrojnë. Tash, Wesley Clark për mu ka qenë komandant edhe imi, se kem qenë bashkë në luftë. Wesley Clark nuk është do si do person, është njëri botëror, është komandant që ka udhëheq aleancën botërore. Kështu që, pavarësisht mendimeve tona personale, dëshirave, inateve, pa marrë parasysh atyne, kjo e padrejtësi që i ka ndodhur Kosovës, unë shumë kam shpresën që do t'jetë një shpërblim shumë i madh neve, për neve, tash javëve ose mujve të ardhshëm, se normal që unë nuk e di ata, do të shpërblehet me një lirim dhe gjithë do t'i presim në Kosovë, sepse pra po tham, disa politikanë e thojnë kështu, disa juristë e thojnë kështu, me të vërtet, aty nuk është duke u gjykuar as Hashim Thaçi, as Recep Selimi, as Kadria, as Jakupi, as të tjerët, nuk janë të gjyku. Aty është as UÇK-ja, aty është duke u gjyku Kosova. Aty, duke u njollos Kosova. Ku mbi shqiptar, sepse ka fillu me akuzat në Shqipëri, me Demek që ka ndodhë në Shqipëri, organet e krejt, dhe ka kalu tani në Kosovë krejt. Kështu që këto janë të e gjyku kombin shqiptar i cili kur në histori prap, po tham, nuk ka qenë ma i përfolër pozitivisht në botë se tani. Si komb, kem qenë, ne i thëmë vetit i lirë dhe shumë të lashtë të krejt, po ma shumë se tani që jemi në botë prezent, s'kemi qenë kur. Kështu që disa prej fuqive nuk i pëlqen ajo dhe lipin forma dhe mjete për me e ullë spaku qatë kombë. Shumë e vërtet. Kjo është mendimi jam, unë që mendoj dhe unë i pres sa ma shpejt që të vinë, jam i bindur që të vinë, dhe uroj që mos ketë pasoja në shtetin tonë, mos ketë pasoja në poplin tonë, dhe tani fatkeqësisht ata nuk do t'jenë për 7 muaj të shkurt, por prap e ftoj poplin tonë që të dalin gjithë të festojnë, edhe me 7 muaj të shkurt, është thirrë një protest nga OVLÇK-ja, ftoj poplin tonë që të dalin të gjithë dinitetshëm, ne të tregojnë se janë me të drejtin dhe kundër të padrejtit. Kjo është porosia ime. Mirë, përpara se të çojmë edhe tek mesazhi i fundit, kë do doni ta falenderoni publikisht dikë që nuk është se e keni falenderuar deri tani? Për edhe njerë. Kë do doni ta falenderoni publikisht? Apo kush janë personat, kush janë njerëzit, institucionet, grupet? Falenderim tani për çka? Në përgjithësi apo? Falenderim për gjithë ata që kanë dhënë për vendin tonë. Shiko, unë personalisht për vetën time e falenderoj mas pari prindin tim që më ka edukue në këtë frim, prindin edhe babën edhe nonën në këtë rast, po falenderoj gjithë ata luftëtar me shekuj që kanë rezistu, që kanë luftu me mjetët cilat i kanë pas, se po të mos ishin ata para nesh, unë nuk besoj që dhe ne pavarësisht mendimeve tona që do të kishmi vazhdu luftën. Kështu që unë falenderoj ata, unë ju tham gjithë atyne dëshmorve, familjarve të dëshmorve, lavdi, gjithë atyne të përndjekurve, të gjithë atyne që kanë pësu dome shumë të mëdha gjatë luftës, si në mjete, si në familje, ju uroj këtë vit të pavarësisë dhe ju uroj me bindje se ata mundi i tyne nuk do të shpërdoret kur, po do të shpërblehet. Unë më thamë, e falenderoj të rinjt, kohëve të fundit, vitet e fundit që e kam pa, që kanë zgju interes për të kaluarën tonë, dhe i inkurajoj që të insistojnë të marrin informata ma shumë, të lexojnë ma shumë.
dhe na pyetin kur s'din. Unë mendoj se e vetmja detyre prindit është me ju tregu të rive çka s'dohet të bëjnë, jo çka duhet, se çka duhet e zbulojnë ata vetë. Vetëm t'i mësojnë çka s'dohet të bëjnë. Knaçi që ju pata këtu, zoti Ferit. Faleminderit për gjitha këto që ndajtet me ne. Unë nuk naqa tu bashkëbisedu me ju, të ju ndëgju për rrëfimet e juaj, po besoj që edhe shikuesit e kanë pas. Faleminderit shumë, shpresoj që nuk e kam egzageruar ndoshta me naj fjalë. Përkundrazi. Kam harruar diçka, i kërkoj falje ndonjë personit apo individit apo institucionit apo s'kam dalë me përfaqësu askënd, unë kam dalë me përfaqësu vetveten. Kështu që prapse njëri i gjallë edhe gabon. Kështu që unë ju falenderoj juve për ftesën. Përkundrazi, faleminderit për gjitha këto edhe një herë që ndajtet me ne dhe është gjithmonë mirë që